Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit sjell premierën botërore të operës Ruzafa, një produksion që ndërthur mitin shqiptar me gjuhën universale të muzikës dhe teatrit. Me muzikë nga Ndoc Pistuli, libret të Zev Zorbës dhe orkestracion nga Gridi Kraja, vepra përcjell përmes tingujve dhe interpretimit dramatik emocionet e një historie ku përballen dashuria, besa, tradhtia dhe flijimi. Projekti Rozafës është një projekt shumë i bukur dhe me qenë se lidhet edhe me origjinën time, tokën time, është edhe akoma dyfish më i bukur. Legjenda e Rozafës në këtë produksion vjen si një magji e skenës. Pranë publikut do vinë mesazhet e forta të legjendës, po aq të bukura të epokës, të muzikuar nga kompozitori Ndoc Pistuli. Gjatë gjithë kohës jemi protagonistët që ndodh në ngjarja, ku në protagonizmi kryesor është shfaqja e Rozafa, e cila është ajo heroina. Gjithmonë përsëritja e legjendave, unë mendoj që është një komponent kryesor për të zgjuar kujtesën tek publiku, tek fëmijët që e njohin si legjendë, dhe kjo i bën ata ndoshta t'ju shtoj kuriozitetin për të ardhur për ta parë në një gjini tjetër që është një formë muzikore që është opera. Përmes muzikës, skenografisë dhe interpretimit, Rozafa nuk rrëfen vetëm historinë e gruas që pranoi të murosej për të mbajtur në këmbë kalan, por sjell edhe mesazhin e përjetshëm të sakrificës dhe forcës që mbart kjo legjendë në kujtesën kolektive të shqiptarëve. Premiera do të mbahet në datë 22 korrik në orën 20 në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit.